I lartësuari thot në librin e tij: Ja eyyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O besimtar, keni frikë Allahun me një devotshmëri të vërtetë dhe mos vdesni ndryshe vetëm se si musliman të dorëzuar. Ky është një ajet që profeti alayhis salam shpesh e ka përsërit, në veçanti në hyrje të ligjerimeve të tij. Sepse me të vërtet ky ajet është shumë gjithëpërfshirës. Këtu i lartëmadhëshme po na urdhron që t'i ruhemi mëkateve me një devotshmëri të vërtetë. Kur vjen shpreha ittaqullah, runi dënimit të Allahut, tutni Allahut. Kuptimi i tij është mos i bëni vepra që bëjnë që Allahun të zemrohet. Pra largoni ndalesa ati. Po thot me një devotshmëri të vërtetë. Keni ka Allahun me një devotshmëri të vërtetë. Mbase më së miri që e ka komentu këtë ajet është shoku i profetit alayhis salam Abdullah ibn Mesudi. Ka unë devotshmëria e vërtetë është që me dëgju Allahun e mos me kundërshtu, me falendëru e mos me mohu, me kujtu dhe mos me harru. Pra këto tri gjëra i përbëjnë shtyllat e devotshmërisë vërtetë. Pra me falendëru Zotin e mos me mohu, me kujtu e mos me harru dhe me dëgju dhe mos me kundërshtu. Dhe në fund po thot, mos vdesni ndryshe vetëm se si musliman. Musliman dëmon i dorëzuar ndaj Zotit. Nuk ka gjë më të keqe se mos me vdekë si musliman. Se imagjinoj gjithë qielli, toka gjithë janë musliman, gjithë i dorëzohen urdhrat e Allahut. Kafshët, bimtë, madje edhe këto bretkocat, edhe ato e madhrojnë Allahun në mënyrën e vet. Gjithë janë musliman. Kurse ti me bë përjashtim pe këtij rregulli. Mos me vdekë si musliman, mirë për ata që nuk vdesin si besimtarë, si dorëzuar ndaj Allahut. Kur vjen vdekja do të vinë me laqet mënyrën më të vrasht do të sillen me ta. Sikur futen forcat speciale të kriminalat që ushtrojnë dhunë me drejt ndaj tyre për t'i arrestuar. Por se shembulli me laqe është edhe më i fuqishëm, ata janë shumë më të fuqishëm se njerëzit. Dhe ja marrin shpirtin brutalisht dhe ja urrahin fytyrat dhe shpinën. Dhe këtë realitet Allah i madhëshëm e përmend. Walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru almalaika. Sikur ta shihje kur me laqet ja u marrin shpirtat jo besimtarëve. Yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Duke urrej fytyrat e tyre dhe shpinat e tyre. Dhe ju thuat atyre shijani dënimin e djegjes. Kjo është për shkak të vepra të juve dhe Zoti ju nuk i bën pa drejt askujt. Kjo është pra përfundimi i atyre që nuk vdesin si musliman. Andaj këtë ajet ta kemi parasysh se me të vërtet Zoti ju krijuesi ju, begatuesi ju meriton që të kemi devotshmëri të vërtetë ndaj tij dhe të mos vdesim ndryshe vetëm se si musliman. Nëse ne jetojmë jetën me devotshmëri të vërtetë, atëherë do të vdesim si musliman. Për me vdekë si musliman, duhet me jetu si i tillë.